Shikues nderuar, jemi në vigjilje të përvetorit të grevës seminatorëve, e cila ka qenë njëra nga ngjarjet më të shënuara në Kosovë dhe ish Jugosllavi, që ka bërë jehon në të gjithë botën dhe që ka paraqitur përpjekjen e fundit për ta mbrojtur autonominë e Kosovës, e cila po rënohet. Për backgroundin e nisjes marrjes autonomisë së Kosovës edhe për si filloi rënimi i autonomisë së Kosovës, e cila ishte ngritur me shumë mund e dijes nga patriotat e kohës, do të bashkëbisedojmë me njërin prej akterëve kryesor të viteve të 80-tat të skenës politike të Kosovës, Ekrem Arifin, i cili ka qenë atë kohë antar i Komitetit Krajnor, e përgjegjës për arsimin, por ka qenë një ndër dy aktorët kryesorë të cilët u vunë në mbrojtjet e autonomisë së Kosovës, atëherë bashkë me Azem Vllasin, i cili ishte kryetar e më vonë vetëm antar i kryesisë së Komitetit Krajnor. Ekrem, mirë se erdhe në studio. Mirë se zgjeta, i përshëndes shikuesit e juaj. Edhe bisedën do të nisim me atë se si filloi spari rënimi i autonomisë së Kosovës, domethënë kur e konsideronin piknisjen e rënimit të autonomisë. A fillon kjo me vdekjen e Titos, i cili ndoshta ishte ndër më meritorit për që Kosovës ju dha autonomia me 1968, e pastaj u sankcionua dhe me kushtetutën e vitit 1974. Rënimi i autonomisë së Kosovës zyrtarisht nga Institucionet zyrtare të Serbisë ka filluar në vitin 1976 me Farnira, po asaj atij rënimi ka paraprinj edhe viti 1974, praktikisht masi është të aprovuar autonomia, me librin e kaltërt ose Plava Kniga se shunin atëherë në atë kohë. Mas intervenimit, ai libër mbyll, u morën masa në Serbi ndaj një pjesë të OEC-së Serbisë, po praktikisht ka se nxorr. A veç u mbyll në formalisht. Po ato 10 vite, do me thonë, kanë qenë vitet ma torta ashtu si shumë na, në zhvillimin ekonomik, arsimor, shkencor, edhe autonomi praktikisht ka qenë autonomi e plot. Atërës Kosova fitoi një statut në thojzat republikës, praktikisht. Ajo ishte, jo si që shunin Serb, pjesë integrale e Serbisë, po ishte në kuadrë Serbisë element konstitutive të Federatës Jugoslave. Do me thonë atë kuptim, autonomia kishte sovranitetin e vetë, integritetin e vetë, kufit e vetë. Këtu Serbia mbeti bashkë me 2 krahina, cilat nuk kishte ingrancat mjaftueshme, ashtu si kishte pas vitet e marrshme ose në kohën e Kuviçit. Meritorët më të mëdhej, do me thonë, kësaj autonomia ka qenë kompleta e OEC e Kosovës, edhe ajo filloi në vitin 1968, ju e kujtohen demonstratat të vitin 1968, ato kanë qenë demonstratat e para që kanë kriju mundësinë e autonomisë. Pastaj, vitet 72, ju kujtohet amendamentet e kushtetutës vitin 1974, edhe përfundimisht vitin 1974 rezultoi edhe me këtë autonomi. Mirë, kjo... Tash, zyrtarisht, do me thonë, viti 1986 praktikisht ka qenë fillimi e tendencave për krijimin e një kushtetutë të re nivel Jugoslav, që ose kujtohen bisedat
këtoj garniture më të re sërbe në krye me Ivan Stambullicin dhe Miloševićin. Atë kohë ju e dini, Milošević ishte kryetari i Komitetit Qendror të Serbisë, kurse Ivan Stambullic ishte kryetari i Kryesisë së Serbisë. Ndonë se ma vonë, unë bisedu me ata u prishën mes vete, sepse Milošević ka pas tjera synime, kurse ky tjetri ka pas tjera synime. Ata formun një ekip në kryet cilët ishte Ivan Stambullici, bashkë me Milošević dhe vizitun gjitha republikat dhe krahinën e Vojvodinës dhe kërkonin për të në mbështetje për ndryshimin e kushtetutës vitit 1974, kushtetutës 74 të Jugosllavijës, me kusht që të fillon pastaj dhe të pason ndryshimet kushtetutëse të republikave dhe të krahinëve. Unë kujtohet njëherë një mbledhjet ku kemi qenë në rektorat të Universitetit Prishtinës, kur patar dhe Hamdia Pozderat, që ka qenë në kryetari i Jugosllavisë dhe ka qenë njëkohësisht Antori Kryesisë. Antori Kryesisë. Po, në kryetari i Kryesisë. Dhe ka qenë përgjegjës për ndryshimet kushtetuese, ka qenë Ivan Stambullic dhe aty nga komitetit krajnor, nga Minit Dushi nga Kryesia e Kosovës, ti ke qenë nga komiteti krajnor, Dobrislav Bjeletic ka qenë nga komiteti i Serbisë, edhe sekretar ekzekutiv ka qenë. Po, ndërsa nga universiteti ka qenë rektori Božo Čolaković, për rektori Muhamet Bicaj, ka qenë Liman Matoshi, sekretari aktirit Lidhjes Komuniste të Universitetit, edhe ka qenë kryetari i Senatit të Universitetit në atë kohë Mustafa, nëse miku emni. Nazmi Mustafa? Jo, Nazmi Mustafa, po nuk kujtohet tash emni. Ka qenë kushëriri i Muhametit edhe unë kam qenë si kryetari i rinisë në atë kohë, bëni përgjamje madhe rreth studentëve regjistrimit aty dhe cilën pa më pas në zyrën e rektorit të tërhoqëm ju mbetët duke biseduar aty, po une, Muhamet Bicaj, rektori Božo Čolaković edhe Stambullici dhe Hamdia Pozderci u futën në zyrën e rektorit, në ndërkohë që ju ishe duke vazhdu, duke bisedu me Isak Mustafa. Isak Mustafa. Po, ju ishe duke bisedu akoma në atë të dhomen që është anash zyrës rektorit që është edhe sot, atëhere Hamdia Pozderci kapi për gjoksi këto Ivan Stambullicin, edhe tha, derisa jam une në këtë funksion me kojt nanën, ju s'keni me arrita të që po dëshoni me mrije, dhe tundi me kry për murit, për lamparijave të murit. Për mua atëherë si student 22 vjeqarë, që për herë të pari shifsha live, dhe më isha mësumi poveç në televizion, në kryetarin e Serbisë dhe në kryetarin e Jugoslavisë, edhe më po të ndesh fizikisht në zyre, që ishtë një diçka shumë po, ka posa se ose. Edhe shumë e çuditshme, abishme, po erdhi rektori i Božo Čolaković u fut ndërmjet tyre, u fut edhe unë ndërmjet, me një se pash rektorin, edhe unë ndërhyra aty ndërmjet, ndërkohë që Muhamet Bica ishte atë që trembur, so që si ka qenë kështu në kom, e shumë kom të rraun fotele. Unë sepse dhe për të ishte një skenë jashtëzakonisht e çuditshme. Na imi mbledhën e kuventit atë rëqysh senat, mbledhën e kuventit se pa vore o morë fjalla senat të Universitetit Kosovës. Po, atër në duke plesi, jo plesi ka qenë. Ose plesi ka qenë. Po, Hamdia Pozderci ka qenë njërin ndër mbrojtësit më të fortë edhe më të guxim kushtetutës vitin 1974, po sërsisht në Kosovë.
Jo, veç, se harro me thonë, këto, kur i tha, me kojtë nonë, ju s'keni me rriqa, Ivan Stambullici e tha, e ta dish hamdet që nuk ime qenë gjatë. Unë këta deshta me të regu, do me thonë, Hamdia Pëzdercit i ka kushtu me jetë. Edhe diskutimet e ti edhe në kryesi, i kanë kushtu edhe në Komitetin Qendror të Jugosllavisë, ka qenë ai anëtar i Komitetit Qendror të Jugosllavisë, dhe me një farë mënyre, ajo pjesë, ajo bërthom e kryesisë Jugosllavisë ka qenë mas vdekjes Titos. Ka qenë, që them, aty ka qenë Fadil Hoxha Pinesh, ka qenë Seger Kargeri, ka qenë prej Slovenisë, ata kanë qenë mbrojtësit më të mëdhenj Kushtetutës vitin 1974-s, jo vetëm të Kosovës. Sa ata tentonin në ndryshu Kushtetutën e vitit 1974 të Jugosllavisë. Pastaj nëse ndryshohet ajo, ata letë kishin pas me ndryshu edhe Kushtetutën tonë. Po, patjetër. Po, ajo i kushtoi shtrenjtë dhe Hamdia Pëzderci praktikisht u sulmu për shkak nipit të tij, nëse ju kujtohet ajo afera agrokomercit. Po. Avdiqit. Edhe ai shkoi, mund kujtohet se sot për një ditë do thotë është shkarkupi Komitetit Qendror të Jugosllavisë, Hamdia Pëzderci dhe Fadil Hoxha. Qose të kujtohet. Po, më kujtohet. Unë këmë qenë anëtar e Komisionit për atë punë. Na e kemi këtë pjesën tjetër, kur që në po bisedojmë, dhe udhëheqësia jonë komplet, ekipi i vitit 1986, ashtu si që quajnë ekipi i Azemvllasit, ka qenë ekipi i shkollum. Secili prej nesh ka pas një karrierë të veçantë. Unë karrierën e këmë zhvillu kryesisht në Vitinj, ku këmë pas gjitha funksionet e pushtetit. Tu fillu për BVI-s për shëndetësi, kryetar komiteti, kryetar komune, e masanej sekretar ekzekutiv i Komitetit Krajnor për Informim, e deri te anëtari i kryesisë. 76 ka qenë ai fillim. Ne jemi ullë vazhdimisht, kemi bo reagime ma tepër të brendshme në mes Serbisë, kryesisë Komitetit Qendror të Jugosllavisë edhe kryesisë vetë Jugosllavisë. Sepse po të preket Kushtetuta 74-ën, ashtu si kërkon të Ante Markoviqi në pjesën e zhvillimit ekonomik, liberalizimit ekonomik, na s'kemi pas kur farë probleme. Na kemi dhonë pëlqim për atë pjesë. Po kur është pjesa politike, ne raporten mes Serbisë edhe Jugosllavisë, ajo pjesë nuk u dhënë prej. Qëndrimi unë ka qenaj. Mund kujton so intervistat Ivan Stambullicit, se sporët po të thamë për Ivan Stambullicit, a i ka fillu këtë punë, po a nuk e ka ditë që ajo pjesë do tjetë edhe vore i ti. Edhe në fund të pranoj. Ivan Stambullici, me një mbledhet që erdë para Miloševiqit në Kosovë, a erdë të na, edhe në kryesi, në mbledhet kryesis tonë, nuk guxoj me thonë bashkëhapta se ishin e Sërbë, edhe Sërbë pa të fillu të na veç me degeneru, me të kalu nënën tjetër, shkum në, kemi pas një bife në Komitet Krajnor pasi në byllën, ullëm aty edhe po na u zonë që Miloševiqin qofë se vjen në Kosovë eventualisht, mos e pranoni asni standard ti që po do me fut Kosovë. Me fjallë tjera, do me thonë, me fjallë tjera, zhvilloj një luft mes Ivan Stambullicit edhe Miloševiqit, po lufta ishte për Kosovën. Qartë. Hadhi probleme kryesor. Unë e si ku më besu asë në ras një sasete, drejtë të thëmë. Do me thonë, nuk është tajrë me farë, po prej krejtë që ka fillu, prej vitit 1981, ne arretëm vitin 1986 me pas një mundësi zhvillimit edhe me këthy jetës për deqme tonë, se kemi pas në artësim, në shkencë, kulturë, në shëndetësi,
në investime. Për shembull, në këtë kohën e kum kalu, sa kam qenë Vitin, e kum kalu në zhvillimin ekonomik të Vitins. Për 620 punëtorë sa e kum pas gjitha veprimtarit, edhe shoqërore dhe ekonomike, si ku më pa zhvilluar në Kosovë, në vitin mas 3 vite i kum pas dikun rreth 3600 punëtorë. Nuk do me thonë që e kum bo këtë vetë atë punë. Unë e kum punu në punë e kepore. Unë e kum pas këtë ekonomista më të mirë që i kum pas, edhe ata që i kum morë për Prishtinës, ose për Ferizojt, ose për Gilanët, unë e kum pas me vete. Ashtu arrita me pas në besim të madh kroatë në bashkimin e punës dhe të mjetës që kemi pas në atëherë, 50 me 50, na siguronim lëvizat, ata i siguronin mjetët të dinarike. Kështu që arrita në Letnicë, pak Letnicë për shkak edhe të komunitetit kroat, edhe kishme komunitetin fetar katolik atje më të zhvilluar në Stubull, ndonë se komuniteti katolik ka qenë gjithmonë nonën tonë. Kanë qenë, jo nonën tonë, mos thënë nonën tonë, por nonën e drejtës. Kur flitej për shpërngulje, edhe arritëm bashkë me udhësinë atërë krajnore, odën ekonomike, që në ka udhësa Zabrashi, me kryesinë e Komitetit Krajnor, me kryesinë njerëz që mirëshin drejt për drejt me këto punë, arritëm me bon Letnicën një qytet vogël, me 3 fabrika shumë të mëdha, që u ndërtu gati për 2 vjet, arritëm me shtru rrugën asfaltin prej Letnicës deri në Vitin, bashkë me Lazar Krasnisin arritëm me bo trafon 220 voltve. Atër Vitinja kesh lidhje, 2 lidhje. Një lidhje kesh prej Klokotit, një lidhje kesh prej transportacion të transportacion, që shkoj ke edhe për Macedoni. Në vitin 1986, Vitinja nuk e ka pas gati asë një katon pa asfalt. Sepse u maru rruga Gërlic, Vitin, ku gravitojshin gjithë katunët, do të thonë. Gjitha katunët, do të thonë. Po na e kemi fjallën të dukun tjetër. Po, kështu rezumojmë, dhe më thonë, përpjekjet për rënimin e autonomisë e Kosovës, pra kanë filluar që kur ka lindë autonomia e Kosovës, me një farë mënyrë. Dhe kanë ato kryesore, ka qenë mas vdekjes Titos, në kohën kur Azem Vllasi drejtonte Komitetin Krajnor, ka marrë një farloj, si më thonë, të të gjarë po një stabilizim, dhe më pas fillon prap beteja, dhe më thonë, kur rënohet pushteti Azem Vllasit duke... 86-ën fillon, fund 86-ës, mas bisedat që patu me Serbi. Po, edhe vjen të nona kur në fond përfundan. Ata e kuptun, një mbledhje ka rezultu në tëna, me kryesinë e Komitetit Qendror të Serbisë dhe kryesia e Komitetit Krajnor të Kosovës, në Grëmi. Do të se aty kanë qenë edhe struktura tjera, Lira Socialiste të na, kanë qenë kryetari kryesisë në atë kohë të na, për shembull, domethënë ka pas Remzi Kolgeci ka qenë atëherë. Atëherë filloi e pon ata që na në këtë pjesë nuk do të shojmë për. Pas e shojmë këtë pjesë për, atëherë në vitin 87 ata e aktivizun minoritetin sërb, fush Kosovë, pikrisht barësinë lokale 17 Po më intereson, në kohën kur... Aty është Solovic. Voja Zaici ka qenë sekretari komitetit, Luba nuk kemi pas Popovici problemet Voja Zaici. Ka qenë antari kryesisë. Po. Edhe... Ka qenë Milan Gvozdiqi uj, ka qenë Urosheshlia i Ferizojt, ka qenë Voja Zaici i Klinës, po sekretar komitetit. Ata kanë qenë antar kryesie. Si ka qenë reagimi ty në fillimisht, kur ka filluar përpjekja për me
me rënu. Voja Zaici ka cëdru konsekvent deri në fund. Deri në fund, derisa praktikisht do shpërndo kryesia, edhe kryesia rejnë kryema Ramon Morinën, ndërsa Luba Popovici ka qenë edhe... Luba Popovici ka qenë i pez, a i thonë të që është një farë kushërini i Miladin Popovici, s'ke lidhe kur gjohë me Miladin Popovici. Ose është të shumë rëndësishme e punë, a ishte nonën e tëre, edhe disa struktura tjera që ishin jashtë sekretar ekzekutiv në një, për shembull një Delibashiç ka thënë se na sekretar ekzekutiv të është emri të bujtohet vazhdamonë, i Stokut ka qenë ai. Na jetu ma të punë, po na kemi qenë shumë transparent me këta tjerë, me Milan Gvozdiqin. Edhe Milan Gvozdiqi ka qenë, po kur e ponë që e kanë shumë problem, Milan Gvozdiqi, Urosh Sheshlia, dha ndorheqi. Ata e nëse ndorheqin portë, që ja kriju mundësi Serbisë me kërku ndorheqje edhe përgjithësi edhe për tjerëve. Atëherë, kërkonin përgjithësi për Azem Vllase. Ish kryetarit të ishin komitetit rajnor, kryetarit stashme ka qenë Asharit, Voja Zaici ish kryetar dhe edhe sekretarit tashëm. Atëherë, kujtohet mu një gjonë shumë interesante që du me thonë, ka qenë mbledhja 17 e Komitetit Qendror që ose kujtohet. Aty ku praktikisht ka fillu a i sulm dajnesh me qatë tur. Ramon Morina diskuton si kryetari kryesis, si sekretari, antari kryesis, antari Komitetit Qendror të Lidhjes Komunale të Serbisë dhe sekretar i sekretariatit për punë të brendshme. Ramon atko thot këto, parafërsisht. Ne thot nuk kemi punë mo me nacionalizmin shqiptar, për arsye se ai ka hisht. Po kemi problem thot me nacionalizmin serb, sepse fillojnë fushë Kosovë. U mbyllën 2 njerëz fushë Kosovë, nëse kujtohet. U mbyll një oficir, edhe u mbyll ai tash më kujtohet emri që se këmë marrë emrat krejt. Sholovici? Jo Sholovici, një tjetër është. Sashtu diçka me Sholovici në lidhë ato buket, unë mbyllë burg. Edhe atëherë filloj reagimet fushë Kosovë dhe mbledhet bëret portë sërbë fushë Kosovë me kërku përgjithësi për ne. Ne nuk ishme përgatitur për përgjithësi, s'kishme kur farë përgjithësie për këtë punë, edhe ishme pikajt vinë në Fusanë. Arshen disa si them, ndihmë të ranë Kosovë, ka qenë një farë Zoran Zërkovici, këto që e përmendet i ma por, Biletici, e shumë të tjerë. Ditën në ishen në fushë Kosovë, notën kur kishim në mbledhje Argentini. E prushim natë imazh të rrugës. Që i kishin kriju vetë. Po. Atëherë, e përmena me qëllim këtë punë, atëherë filloj të na me kërku dorëheqja publike, na për tubimet sërbë dhe pjodimit, do ku ka pas tubime, kërkuj burgosja Fadil Hoxhës, Azem Vllasit, Kaçusha Ersharit, shkarkime e Kremarifit. Po më dojnë në tjetë herë kur ka qenë Liman Matoshi, kryetari i partisë në universitet, dhe... A i të dishtë 1988. Po, a i vinin të me kërkesa atëherë patar Biletici që duhet universiteti me kërku ndërheqjen e Azem Vllasit edhe të Kremarifit. Po mbledhet. Edhe atëherë Limani kështë qenë konsideratë, absolutisht, edhe vunë mbrojtje të ëndërrat të Azem Vllasit, në ndërkohë që kjo vazhdoj, do më thonë, ndërsa ish Limani, aty nuk u përmen kjo punë, po në momentin që i kaloj mandati Limanit, se me shkarku Limanin asë nuk bëjë fjallë, që kishte përkrahje të kryesisë vetë, por edhe Skënder Karahoda, kryetari i komitetit,
Po, ishin ato ndrrimet ishin normale, do me Po, thonë... se kryi mandate. Po, kryi mandate. Atëherë, qytetërisht, kjo kërkesë kalojnë në kryesinë e partisë në universitet. Dhe duke shumë e çuditshme që universiteti që ishte domethënë baza edhe Ekrem Arifi që ishte proces për se unë erdha me qëndrim për Muhamet Bicën. Hajtë bojnë kryetari aktivit e lidhës komunëve të universitetit, të rektoratit praktikisht, se jetë universitet, po të rektoratit, në formën e shaj. Se universiteti kishte struktura tjera, kishte organizata themelore, kishte shumë pjesë tjera. Qartë, po kishte një konferencë aksionare. Tash do të sulmin kuadrat e Kosovës nga Serbia ishte qëllimi i lënës pa udhëtësi Kosovën. Ose me një udhëtësi që është patërisë e Serbisë. Sepse qëllimi ishte rënimi e autonomisë. Me 17-in, kjo, me 1987, u majtë me do 17, u majtë në Ndorë, u majtë mohim ledhja e Komitetit Krajnë Urtlisë Komunës të Kosovës, ku mërnin pjesë edhe struktura për Komitetit Qendror të Jugosllavisë, struktura për Komitetit Qendror të Serbisë, edhe struktura tjera. Në atë kohë, në rendin e ditës, ishte edhe çështja e përgjegjësive të këtyre njerëzve, do me thonë, ishin të anëtarëve të kryesisë, tash mos i përzim me minoritete, sepse dhanë dorëheqje 2 vetë. Pastaj, pasun dorëheqje të Ramon Dedës, po se ishte drejtor i rilindjes, pasun dorëheqje të Veselit, që ose kujtojnë një Veselit kemi pas të apiktumit për punës bashkume, a i ka qenë volonter në kryesi, po antari kryesis, ka qenë me drejtat plota i trepës. Edhe a i dha dorëheqje, njerëzit u lodhën për asë punë. Dha dorëheqje Ragip Halili, tash u bon këto dorëheqje. Kërkuaj dorëheqja ime, unë tha dorëheqjen, kërkesën e një komuniteti, nuk e japë. Unë kam punë veç me Komitet Krajnor. Komiteti Krajnor ka zgjedhur antar kryesisë, ai mund më shkarku sa ardon. Që ose vërtet ka argumente për shkarkim. Po, të lutem, me 17-in. Nora ka qenë dikun ka ora 10 muaj komiteti ka ora 8. Më ka thirë Burhan Kavaj dhe Lazar Kasniqi. Më kanë thonë, marshim në atorve ornisë për Prishtinë. Mos gaboni me ndorëheqje. Mu tharsam përket mu, unë e këmë vendosa punë. Edhe unë këmë shku të Kaqusha, unë se këmë di që Kaqusha së është njëftume. Tha, pikajt i ki informatën, me thonë e kam për Burhanit e për këti, unë zdesha me thonë atë punë, thash e kam për Azemit. Tha, në kosht Azemit, thash për veç sa s'kam rinjë. Qatë biset ka fut Azemit, a ku për mërë një këtë informata? Azemit tha për marrë unë për informatat ku i mërë edhe ti, për cupit krajnor. Policia vesh kishtë dalë me nalë moshën. po, Diku ju kujtot e punë. po, Kaqusha i ka thirë këta supit, çka po ndodhi kanë kallzu. Shkum në komitet, fillum komitetet të amrenën në Pallatin e Rinjës, atë rësuke por e Ramizi, edhe tash kërkonin me bisedu me udhësinë e Kosovës. Unë ndërpremli edhe komitet krajnor, shkum me bisedu Azemës dashta më shku. Dasha më renit ketë atje, shkun ata atje, unë e kisha informata që ka më ndodhe e punë. A informata ime ishte për Lazar Kasniqit. Dhe më thonë, informata ime ishte atër kur u majtë që këm ledha 17 që da përmend ty. Azemi ishte u punu në gërmi pregaditit për atë komitet. Se njerëz shumë sena nuk i dinë, dhe më thonë, i kanë me do sena dhe që kanë mujtë për shpjegu. Lazar e të onë me një fiqë. Vaj kështë kërën shumë atë mirë, Mercedes në kështë, për me fiqë.
Tha po shkojmë në Gërmi, tha po më vynë Azemi. Azemi të punu, së në dherë me punu. Tha, është shumë rëndësishme. Tha punëtorët e Elektrokosovës po dojnë me dalë bashkë me punëtorët e Trepës. Si kundër vlerë e tubimit sërbëve dhe malazerëve. Për aty në Prishtinë s'ka mujtë më pas të tubim i vëjkujtojtë, përveç tubimit, një tubim migrove ka qenë. S'ka pas në tubimet moja. E vërteta ka qenë kemi shku. Ma ka të regu, tha une, po du me shku me fiqë, se dyshoj se kom për cjelle për shoferit tem që vozit Mercedesin. Kemi shku aty, kemi dalë me Azemit i ka thonë, qështu që shpo thonë edhe me ty. Tha Azem, na mos surboj. Tha ku shpionar? Azemi tha ku shpionar? Tha veç ta dini. Nuk du, tha ma parola nacionaliste, enveriste, leniniste. Tha në qofë se dojmë me dalë, tha po dalëmi për mbrojmë kushtetutën e vitin 1974, cilët e kemi fitu me gjak, me njerës, ka pas njerët burgosun, ka pas njerët vranë për qatë kushtetut, tha me qatë e po dalëmi. Tha du të më boj ikonografia dhe strategjia atë që mirë, tha sa mi pëlqy këtë Jugoslavijës. E Serbisë edhe ashtu si pëlqen. Sa atëre ti të ujtojt ish të pregadita i tubimi madhnushet Beogradit. Qartë. E tash, vetë ta kry me qëtë moshë. Se tani moshë ka faza tjera. Gjetarët e Kosovës. Trepsës. Unë e di që aty ka fillu me një farë mënyre edhe shkatrimi i Serbijës socialiste dhe shkatrimi i Jugoslavijës. Të mos i njëru edhe demonstratët të nishit ajo pjesa, ose ajo pjesa që shta quja të bërthomën, që ka qenë vërtet për mbrojtjet identitetit publik shqiptar. Edhe për kërkesat të nëmë që kanë qenë, tiso kanë qenë reale, sigurisht. Po të ashtë e lom atë. Po mesazhi zëtorëve ka qenë doreqe s'ka, udhësinë e Kosovës e mbron edhe e shkarkon institucionet e Kosovës, edhe Serbia s'ka shaj përzi duktu. As me kushtetut, as me statut, se kështu më radhë. Po më dhe se koha po shkon shpejt, që do doja, do më thonë, disa pyetje që përgjigje sa ma shkurta që mu me pas. A dorëheqja Ramandedajt dhe Klokjeti, Regim Palirit tjerë, a ka qenë akt likësie që s'kanë mujtë me, apo... Jo, ata ma shumë konë zonë të punë. Ramon ishtë drejtori i Rilindës. Po, ai presioni që bojnë atëherë në atë kohë, sepse qëllimi, unë e mboj me. Ishte qëllim, ishte, vërtet ishte një qëllim. Ki drejt, ishte qëllim. Në atë kohë kam qenë kryetari i studentëve të Kosovës edhe kryetari i Këshillit Koordinues krejt studentëve të Jugosllavisë, se kështu që domethënë edhe kam marrë pjesë edhe domethënë mbledhjet që bante edhe lidhje socialiste në nivel federativ edhe kështu që rinia e gjithë edhe aty domethënë i vreja tendencat ku ishte qëllimi. Qëllimi domethënë ishte me eliminue këtë udhëheqjen që identifikoi Mazemvllacën, kryesisht edhe me Kremarifin që konsiderohej suporteri përkrahasi më i fortë i Mazemvllacët, kështu atëherë po më konsideroj. Unë përkrah Mazemvllacën edhe atëherë apo vetë në shqetësim, vogël. Unë përkrah Mazemvllacën si njeri që ka qenë një ndër njerëz ma të fort kryesi, ma me përvojnë kryesi, karshi Serbisë edhe Jugoslavijës, edhe ka qenë kuadër me përmosa kombëtare. Qartë. Dhe atëherë konkluzioni ishte që, do me thonë, Azemi orë e fort, Kremi orë e fort, hajde i kemi një numër të udhëheqësve në Kosovë që janë asmish aspeshk, të cilat për i shfrytëzon Azemi në përkrahjet vetë, edhe hajde të fillojmë njëherë të hjekëm këta ranë,
domethënë që ta që janë asmish aspesh, t'i fusim njerëz tonë aty, edhe pastaj ta lexojmë azimin. Jo, këto dorëhece kanë pasu kështu. Domethënë, nëse kanë pas një prapavi politike me një farë mënyrë me arsyetu para Komitetit Qendror të Jugosllavisë që i printe atë kohës tipe Shuvari, e që ka qusha vazhdimisht Ka qenë kroti ma prosër. Hajtë boni diçka, në t'japin disa dorëhece, edhe u zëdhën ata më dorëhece sepse kishin... Sepse kjo ishte strategjia e Serbisë, në fakt. Po, nuk e di, tash e vërteta po tregon që Shuvari ka qenë atëku me Serbi. Po, Shuvari ka qenë kroti ma prosër që Të më thëmë, ka qenë kjo, qofse ka qenë, këto ki me plët drejtë, do më thotë, qofse ka qenë diçka t'ilë që unë e se di bashkëtamon, shumë me puhu, që Ramon Deta ka qenë bagja o reform kryesit Komitetit Krajnor, ka qenë njerën shumë me përvoj, a në perceptim diku i duke që Ramon Deta ka qenë e urtë, aty me një farë mënyre. Ramon Deta po të regoj diçka. Ramon Deta ka qenë shkrimtar, poet, gjitha janë t'i ka posë. Jo që e keni po pis jashme, keni mujtë me po dhe së shumë. Po në kërësit më rana, dhe aty ku e të ora që të na, Ramon Deta ka qenë kandidat për kryetar të Komitetit Krajnor, vetë ka qushë, po se ka pranu. Edhe ka optës ka. Unë s'muj me pranu, edhe s'muj me bashkunu me sërbë që të mirë. Se s'ka pas fuqi, të ke s'kam fuqi edhe unë. Po, mund me mu morë edhe kjo, që së shpojnë mërti, se percepcionit e njerëz është... Jo, po problemi është edhe, shiko nuk është vëqeshtja, do më thonë, se nëse o dilema, a mu bo me ta, a me, do më thonë, ose mu largue, hajtë opcioni më i mirë mu largu. Po pëse kjo opcioni tretë, pëse mësë me qëndru, shumë që ka qenë vendimi a zëvlosë, Vullneti ka qenë naj. Dhe se ka hinë burg, do më thonë ka rezistu. Edhe në fond, për shambull, edhe ka qusha, rezistoj, për dikur u dërzu edhe e. Ka qusha e hupi fondin e vetë kadrovek. Po sepse Serbia fillëm mi largu një ka një, me izolu ato, që më thonë, për thomat kryesore, njerëzit ma që ishin ma të vendosur me pruvu. Unë më thonë diçka, do më thonë derin që atë kohë që po flasë unë, të na ka qenë situata kesha kemi vendosë një zonë. Azemi, si kryetar, ka qenë shumë liberal. I ka thonë, çdo gjë Azemi kur nuk o edhnu, kur e ka pas gabim e ka pranu gabimin. Unë e kom pas problemin me atë informatën e Macedonisë, të kujtohet. Reagova për shkak se Macedoni nuk respektohet kushtetuta e vitin 1974, konform platformës politike që ishtë për Kosovën. Qa? Tash, ata ishin këtë barabartë, kështu në thojza, a kur shkojsha në Macedoni, kom edhe mistë e me, kom edhe shokët e me, edhe familjen teme, unë e posha në varët e Macedonëve, në varët e tëne, shkruhet Qirilica. Edhe unë e fillova atë punë me bonë dhe qove informatën. Komiteti Qendror të Serbisë, Komiteti Qendror të Jugosllavisë, edhe kërkova në mbledhjet përbashkët në Komiteti Qendror të Jugosllavisë me bisedu për këtë punë. Ata platformën time shpallën si platformë nacionaliste, irredentiste edhe paternaliste. Që ose të kujtohet. Po, kujtohet. Edhe, çka ndodhe? Do më thonë, ndodhe e maj keqe. Në fund ka qusha e të rjekjat, unë se të rjeka, tash une, këtë platforme këmë qurë në bazë vlerësimit kryesisë të unë, ju keni aprovu krejt, edhe të porën e dytë, se dyja të kështë në qujë e vizaracioni. E vizaracioni, une me drejt. Po, ishme i përfitu shikus të mundë se ta shenë gjithë brejtë. Vizaracioni ka qenë kryetari i kryesisë, kryetar, pastaj u zedhë kryetar. I Kroacisë. Po, i partisë. Edhe Stipe Shovari që përmenëm ka qenë kryetari i partisë për kretë Jugosllavinë, për dyshe Kroat, po me orientim pro-serb. Pro-serb. Tash, edhe një segment nuk e diskutuam shumë. Ajo që
në një mënyrë kur Kosova mori autonominë viteve të 70 dhe filloi me zhvillu kur Universiteti i Prishtinës u bë 50.000 studenta, kur fillon mu bë seminarët e arbonologjisë, arbonologët e krejt botës, nuk takoshin në Tiranë, po takoshin në Prishtinë. Universiteti, akademia. Kur u bë manifestimi i 100 vjetor, i 500 vjetorit vdekjes së Skënderbeut, i 100 vjetorit të lidhjes Prizrenit, domethënë që tash në Kosovën e pavarur nuk ka që si manifestimi për lidhjen e Prizrenit të përësën, atëherë e maj men manifestime Drejtën më tregon. shumë, domethënë tash kush si përgjon kërkush, kush s'ka të lojë Do shta unë më i vjetër se ti, e di që nuk jam shumë, do të themi se tash në penzionu, se unë puna 74 vjetë. Po, kujtesa nuk më ka shumë, po të regoj diçka. Do më thonë, keq ka po flet ti, këto kanë qenë të arritur në qato që pequ në brezit tonë. E po. Edhe po, ngjarjet e Treqës, ngjarjet e Treqës kanë qenë ngjarje më të mëdha, edhe më kombëtare se gjitha ngjarjet mas luftës nacionale shqiptare. E vërtet, po desha të ndorem pak të talltënishi, domethënë. Këtu, domethënë, unë kam bënë një student i cili u vlerësu shumë në përmosa botnore, do të thosha, pe njerëzve ma politikologëve, historianë ma eminent, ku shpreh tezën, domethënë argumentoj tezën se Talltënishi ishte një atentat i Beogradit dhe Tiranës kundër autonomisë së Kosovës. Ishte një komplot apo një koketim në mes të dy kryeqyteteve kundër zhvillimit të autonomisë për arsye të ndryshme. Për Serbisë e natyrshme që i pendonte zhvillimi i autonomisë së Kosovës, sepse donte ta kishte në thundrën e vet, po në anën tjetër regjimit të Enver Hoxhës, zhvillimi i Kosovës për to ishte një pasqyrë shumë e keqe. Kosova kishte qenë mbrapa Shqipënisë, domthonë deri në luftën e dytë botnore dhe pas luftës së dytë botnore, në ndërkohë që tash viteve të 70-ta, vetëm Prishtina si qytet kishte më shumë automobila se krejt Shqipëria, treguesit ekonomik, treguesit kulturor, për shembull kur këtu organizohej përvjetori i Skënderbeut, më mirë edhe më se sa në Tiranë, lidhe Prizrenit e tjera, ku bashën arbonologët e krejt botës. Këtë kjo ka zgjoj, xhelozin e regjimit të Enver Hoxhës dhe ai filloi me infiltrimin e organizatave marksiste-leniniste, staliniste në Kosovë, të cilat edhe pse parollën e kishin progresive, Kosova Republikë, që ishte një synimi natyrshëm, domethënë çdo autonomi tenton mu zhvillu edhe me shku drejt po ndaj kulmit që në atë kohë ishte Republika. Në anën tjetër, si kishte një absurditet në vete. Republikë nuk thuaj atëherë mu shkput për Jugosllavisë me bashkuar Shqipënisë, po Republikë në kuadër të Jugosllavisë, ama me sistem stalinist, domethënë. Ka qenë një platformë. Edhe kjo natyrisht që e devalvante, degradante vetë kërkesën për Republikë, sepse duke propaganduar sistemin stalinist, në një mënyrë e armiqësonte Kosovën me jo vetëm me Serbinë, po edhe me republika si që Kroacia, Slovenia, Bosnia, të cilat ishin shumë më larg stalinizmit se sa dhe vetë Serbia. Pyetën e shtrove. Edhe tash, domethënë në ndërkohë që politikat e cilën e zhvillonin atëherë, jo vetëm edhe Fadil Hoxha, edhe më vonë Mahmud Bakalli, po edhe Azar Vllasi, ishin që me kërkuar mbështetje të udhëheqësia slovene, kroate, bosnjake në betejat për me realizue mirëqenien dhe autonominë e Kosovës. Dhe kjo, domethënë, kjo politikë shkonte krejtësisht në ndesh me këto,
Dhe efekti i këtyre, domethënë demonstratat vitit 81, ishte që e shkatronin një politikë tillë zhvillimit të autonomisë, sepse tu kërku republik, domethënë tu kërku djathën e upshën edhe bukën. Rinia, pjesa më energjike e rinisë shkoi nëpër burgje. Në anën tjetër, klasa politike filloi mu dobësu, sepse ra Mahmud Bakalli edhe domethënë ajo thesi e tjerë. Rokshin, Hoti, Po, pastaj vish dikur edhe Fadil Hoxha, në fund Met Azem Vllasi, edhe kur u ra dhe ai ra autonomia. Domethënë kjo ishte në anën tjetër bashkëpunimi mes të Tiranës dhe Beogradit ishte edhe në dekonspirimin e vetë këtyre organizatave. Tirana vetë i pajiste me libra marksizëm, leninizëm, i udhëzonte në organizimin e treshë, në anën tjetër krejt strukturën e tyre ja u dërgonte Beogradit, me kap Mishtinburg, me përcjellë dhe me fut në përburgje, gjë që domethënë i kushtoi Kosovës, i kushtoi domethënë shumë, sepse nuk fitohet diçka tu e humb ato që e ki, nuk fitohet kati i dytë, tu e shkatru katën e parë. Fatbërësia, domethënë e Kosovës është që më në fund, domethënë erdhi përkrahja amerikane edhe tjera dhe fund u fitu edhe pavarësia, por pasojat e kësaj shoqënia jonë akoma po i bart. Na akoma qyshe hupëm autonomin në kohën në vitin 1989. Nuk e hupëm autonomin. Autonomin e morën me zorë. Ja, është me zorë, po edhe është një rasti vetëm në botë, unë nuk e di një rast tjetër në botë. Që ka ndodhë, po. Jo, ka ndodhë me a morë autonomin me zorë. Mirë, po që parlamenti pej 180 vetëve. 120. Ja, atëherë ka qenë 180. Dy dhomat bashkë kanë qenë 180. 3 dhoma i ka posë. Po 3 dhoma. Po 3 dhoma. 180 kanë qenë, pej 180-ve, 10 kanë votu kundër, 170 për. Domethënë kjo është... Nëse të numri nuk i kemi të sot, që numri ka qenë 3 dhoma, i kam posë ka 30 deputet, bujnë 90 deputet. 90 deputet në strukturë ka qenë struktura nacionale dikun shqiptarët kanë qenë 64-67%, pjesa tjetër ka qenë sërë, po së të rëndësishme ajo. E rëndësishme një pyetje kështu shumë interesant. Ka pas ka 30 ka 60 atë. So unë e di që ka posë ka 60, se tash nuk ka përgjumë se me pas ditë që illustrojnë këtë pyetje isha përgatitur më mirë. E tash, çka ka ndodhur? Domethënë pyetja e parë që ka qenë Qysh kanë mujt për shembull këta 10 veta kanë marrë guximin me votu kundër. S'kan votu. A di çfarë kanë votu? Krejt kanë votu 25 shqiptar kanë votu, edhe atë të thonë qofse nuk humbi kurrë. Po votojmë qofse nuk humbi kurrë. Parlamentin e ke pas rrethu me tanka. Ka dalë më sigur. Na jemi kon burg. Neve na shtenë në burg. Po, unë kam burg bashkë me Azemin, me Zëtar, me këtë kjo pjesë. Unë kam Prishtinë në Gilan, këta në kanë qenë këtu. Unë kam akuzum njerë në izolim 4 muaj dhe më dit, 7 muaj e sa që bojnë një vjetë praktikisht, jam konë i akuzum për Republik edhe për president që ku bënda i Serbë është në thongullet të me. Po pelon këtë punë. Po fillojmë që ato që shtrove pyjtën tjetë. Qka është të të nishi, me një farë mënyrë shka të të nomë. Të të nishi fakt është për 10 vjetë dhe ka këtu i Mëropa. Sepse Serbia, me një farë mënyrë, filloj me arru qashtën e Kosovës. Filloj Kosova me dalë jashtë Serbijës. Fillu në raportet me republika tjera, me krahinën e Vojvodinës. Po dhe në mardhoni me jashtë. Edhe mardhoni me jashtë. Odi ka qenë sekretar për mardhoni me jashtë. Sekretarat për mardhoni me jashtë, ka se si dojë ministri, ka se ministri. Kemi pos ambasadorët e tonë jashtë. Ke pos 6 ambasadorë, ke pos
konsul, ke pas gjithkun. Tash po du me të regu diçka tjetër. Asë njëherë çështja e Republikës s'ka vdek. Asë struktura tona. Po na kem kërku Republikë në kuadrët Jugosllavisë me ndryshime normale, institucionale. Ndërsa e legalja, ndoshta edhe ndikume për Shqipërisë, ka kërku një status tjetër. Republikë në kuadrët Jugosllavisë, që është dokument veç, edhe ditë kush e ka bo, po me sistem enverist. Hajde kthej avti njerëzve tonë, kooperativat bujqësore, merr javë tokën, shtimin anë. Kush ka mujt me bo atë punë? Ajo ka qenë iluzion. Po ajo ka qenë ma tepër kjo që këtë ndikim stalinist i Shqipërisë. Po a ka guzu me ndodhë në vitin 1981, do me thonë, për herë të parë, më 6 muaj mas vdekjes Titos. Tito vdet të 10, po? 6 muaj ka pas, maj, me 4 maj, sopi pje goti 6 muaj. 9 muaj, hajde pëllom në muaj, mars me ndodhë demonstratat. Demonstratat i ka lënë Mahmut Bakalli me 14 janar vitit 1981. Atër ku qenë unë me Mahmutin në Klokot, në vizitën stacionarin Klokot që u bojke, stacionin shëndetësor, edhe aty më një mledhe shkurt me disa njerëz ma të afërt, që kemi qenë, kryetari i komunës, kryetari i komisionit, ku qenë edhe unë, thanë s'ki nevojë me dalë, se munësh me qenë, këto jemi neve, edhe a disha këtë sa thot Mahmuti? Mahmuti thot, po pritën demonstrata në Kosovë. Ju kisha lutë, merë një gjitha mosat. Mos me 13 maja, a ishte 13 maja, 11 marsi, ndodhëm me do të anira atje e fillun, pastaj, me 26 u shpru ftyra e vërtet, e bërthoma e vërtet e demonstratave të të nishit, me parolën edhe rënovë të në Hoxha, rënovë marxizmi, leninizmi, edhe me shku me sulmu shtafetën e Titos. Kupton? Krejtësisht ki drejt. Në më thonë aty në përzi shumë, mirë po bërthoma patriotike që kanë pos njerëz e ilegales, nuk mund me muhu atë punë, as mund me muhu. Po këndash më ullë bisedë. Ne kemi kërku bisedë me ilegalin. Unë tash për thëmë diçka, unë kom qenë shumë kontakt me Gjafer Shatri në qatë kohë. Gjafer Shatri preni enveristi entuziast, ka kalu me një njeri modern në përëndim. A është ashtu? Se njerëz e kam po që aktualisht mendojmë po neve na metët diçka, dhe unë i kështu lutë të juve si televizion. Do të lusë edhe tjerë. Na shumica Shadim do thënë edhe ti, që je njeri prej matrive, je akteri ketë aty në senëve. Mos të lom jashtë moshën e minatorëve, mos të lom jashtë atë sakrificën e moshën minatorëve, cilët po vjen rënë me përmend. Ata kanë hy me 2000 kg eksploziv mëna poshtë, kanë qenë gjendje me sakrifiku vetë vetën për çështjen e Kosovës, edhe ma në fund doli një grup i vogël edhe mashtroi qiti për aty se ka dhonë dorëheqje, anë vërtet nuk dha dorëheqje. Se këtu do të bëjmë po më dhe finalen e bisedës pikërisht tek kjo e minatorë, po edhe një pyetje desha se përket kësona të të njëjtë. Një studente jam e ka po temën e magistraturës për ilegalin 1981 deri 89. Edhe ka rezultuar që numri rajoni Gjilanit, ku bën pjesë Vitia, Kamenica, ka pas numrin e ilegales më të madh se sa krejt pjesa tjetër e Kosovës së Bashku. Edhe madje përfshi edhe viset shqiptare në Maqedoni e Kamenica, sigurisht Kamenica më shumë ti ka. Edhe Kamenica, Gjilani, Vitia, domethënë krejt që ky rajon, se çdo ka pas objekt studimi, ka pas numrin më të madh. Qysh mundesh me sfigu këtë fakt? Pse kjo ka ndodhur kështu?
Se për shembull, sepse në Drenicë për shembull, i kon krejt 2-3 veta nelegale. Tjera, domethënë, ka një shpjegim kjo. Kurse aty për shembull është ka një numri më i shpjegim madh. për arsye se në Gilan, po gjithë në Kosovë, po në Gilan Morovë, si thonë ana Morova, Po. ka pas shumë ma shumë trysni të Serbisë se në pjesë tjera të vendit. Domethënë, nuk mund me dallu. Po e di saktë që gjatë luftës nacional shqiptare, në mend se asaj lufte është bunori të është i mbushur me xenona, po kuptonin pushkatu njerëz, janë Është e qartë që po vetë diçka du me të kallëzu. Unë ku bëni analizë për vete. Edhe po du me ta thonë për herë parë ty. Nuk e di jam për kronat kuptim. Akter e legale Zgilanit kanë qenë gjithë shkollum. Kanë qenë shkollum. Platformat e tyre janë konë shumë më larg PNV-rit se platformat e këtyre tjerëve. Po, në kryet asoj, këtë asoj grupe, Kosovë ka qenë Adem Demosi. Adem Demosi ka pranu një faj që se ka njoft. Po, vitin 1981, Adem Demosi se ka dosht. Ta dini, Adem Demosi ka thonë publikisht, që ose dim, e këtë dim, thot, gabimin i ka boni. Se në ato parulla më nuk shkotë kërkun. Po, vërtet. Tash përkthehemi, domthonë, në asoj për shka dhe, domthonë, në kemi nisë këtë bisede. Për që tonë se. Për të organizimi. Për të shawarë të su gabit kërgjo. Po e kondër lidhje. Po lidhje, jo të lidhje. Sepse aty legalën të e ke posë edhe në kone moshët minatorëve. Natyrisht, po, sepse aty nisë në fakt rënimi autonomisë dhe domethënë mbrojtja kryesore dhe pastaj shkatrimi Jugosllavijës dhe kulmoi me luftën e UÇK-s edhe fitu vlirinë. Domethënë kjo që i përmendet te ato shkollë, këto shkollë janë pilizës prezidentit e konferencës bujonit. Po mundej është objekt që ja vlen me studiu, është domethënë sepse na çka jemi fenomen botnor, edhe ju në aktorë drejt për drejt aty në ngjarje, është që kjo që natyrisht në presion, po nuk kanë doti kënë tjetër në botë me votue, po mundoj pa marrë parasysh, se tash, kur ja u spjegosha këto studentëve, ishin ata 3, po mundoj si në konë atërë të lindu në të po profesor në ashta ta kanë posë presion, ta? Por natyrisht që kanë posë presion, po mundoj këta... Për me votu, edhe në ndryshimit kushtetu, se për me dërzu autonomi. Thash, natyrisht që kanë posë presion, po kjo që ka të më thonë, thash, nëse sot nesër hin dyqysh një njeri me kalash në dorë në mbledhjet parlamentit Kosovës. Thash, edhe ju thot deputetëve parlamentit, edhe ju thot votoni me zhbo pavarësinë e Kosovës. Pak se di... Atëherë, qka du të me bo ata deputet? Du të me tek? 12 tilë nuk kanë votu fore. 25, që po thomë në që përmen 25 tjerë, s'kan votu heq, do me thonë. Ata kanë votu kondër, 12 kanë votu kondër, asë kanë abstenu, po kanë votu kondër. Pjesa dërmuese tëne, o mush me policijë, Serbisë, me njerëz tjerë, njoni për juve, njoni për të në ka qenaj vlau, Usa Medinazemi vlau i ti dhe ka diskutu pas janë as deputet i kuvendit, këto ma ka thoni Las Kurtesh, e ka bo një analizë. Njerëz të tonë ati kush ka votu, ata që kanë pas presion drejt për drejt, njoni për të në ka qenë Rabit Regjepi. Rabit Regjepi njoni për njerëzve matur, gjilonit, edhe me premisa shumë patriotike dhe familje krejtësisht intelektuale, i bojnë një gjëmë. E di Knjeri, Vukashin Jokanovici, e thjenë zyre, i thot voto, ose mos u thonë për mona për rrugë Gjilanit, në rrugën Gilan Prishtinë, se mund shmeron badot. Edhe i thot kështu, mene, lexone, unë e këmë morë 2-3 herë e këmë lezu, ka thonë, unë po votoj, në qofë se vërtet Kosova nuk humë kur janë. Në qofë se. Do me thonë qofë se, do me thonë shumë. Në qato rëthona.
unë po flatë qatë rëthona. Unë jam konë burë. A beson, unë po të garantoj, me pas vro, se kisha votu kur. Ose kisha ik, qose o konë pyte familje eme, kisha morë familjen temë dhe kisha ik dikun, mase po tjerë po dërë me votu në të votuajnë. Por nuk kanë votu asirë. Prandaj uniteti mas vitit 1989, tu i falenderu kësoj pjesës punëtorisë tonë matë sinqerë, morshit menatorëve që e boni poplin bashkë. Mesazhi të në ka qenë bashkë, edhe doli dhe në fund bashkë, edhe dhe të anë të në qeta, a kësë ashtu. Mesazhi më përbashku sigurisht që kanë qenë protestat e nëntorit, atëherë, kur në shku me mira vetë, llogaritët rreth 500.000 vetë kanë marrë pjesë në ato. 800.000 vetë. Unë kam më informatën e këtij shtabit të ushtrisë Jugosllavisë, Mirkovićit. Ai ka orë me helikopter. Na ka thonë haptas, 800.000 vetë i keni në rrugë. Ati që njerëzit notën kanë orë prej Suarekës, Grohe Burra, kanë orë Prishtinë. Edhe kom kanë shku. Kom kanë shku. S'kemi pas në mundësi autobuse këtë me regullu. Po deshta me thonë edhe, a di e honën e minatorëve të Repsës. San Karevdornin të ta e atë mesazh. Thot, Jugoslavia avnojët, po mbrohet në Trepsë. Aje ka thonit vërtet, se do të thotë që se ka met Trepsë më mbrojt, atëre Jugoslavia avnojët veç pas ka përfundu. Ta Serbia e ka një kërkes për shkatrimin e Jugoslavisë avnojët. Ta shë ka kërkesë, për qërë kuvend, a këniti për këto. A për shëfar hipokrizie. A e se eksiston kërkuna Jugoslavia, të me shumë. Por, për të ngjarje, një burgos Azem Vlasi, të Lazar Krasniqi, Burhan Kavoja... Për politikës e në burgos politikë, drejt për drejt, kemi burgos Azem e dhona. Edhe Burhan Kavoja, Aziz Abroshi, edhe tjerë, dhe më thonë, në fund, gjyqi edhe një vlerësim se jeni pafajshëm. Pyetja është, po mendoj, a vërtet keni qenë pafajshëm në këtë drejtim, apo kjo ka qenë një kalkulim politik i gjyqës? Unë për vetë time kum qenë pafajshëm, se nuk u bë kur gjë kundër popullit serb. As nuk kur fat presionit të ata. Po flas në as nuk e, dëgjoj, as kemi kërku me luftu. Jo, nuk. Na kemi dalë me mbrojt autonominë e Kosovës, autonominë me farmërinë e Konstitucionit e Jugosllavisë. Kuptimi është kjo, jo po mendoj një faj kriminal, si thash, po mendoj, po sepse ndonjëherë të mbrojt për një gjyq që jone më hotë se këto ngjarje dikush i ka organizu. Se s'munën 500.000 vetë ose 800.000 vetë. 800.000 vetë më organizua vetë. Sa po tregoj shpejt. Për 2 minuta e kry këtë punë dhe te dhe rahat. Te Azemi unë e më kone angazhum për Ferizaj, për Kasanek, për Vitin, për Kamenic. Detyra cili pinesh që kemi pas antarët e kryesisë dhe sekretarit ekzekutiv, ku kemi pas ma shumë të besim. Sigurisht se s'kemi bisedu me Milan Guzdiqi. S'ka kuptim me bisedu për atë punë. Kemi thonë, qofse, unë me kryetarët komitetit, që kanë qenë shqiptarë, me kryetarët komunave që kanë qenë, që dikur një sërbë, dikur shqiptarë, me ata kemi bisedu, në Mitrovica është bisedu. Edhe direktiva ka qenë e sotë, dëgjoni, qofse vinë dhe të tubimet dhe grevat e shqiptarëve, edhe në qofse ikonografia e tëne, dërshtim me Jugoslavi, edhe Republika tjera krajnë atje, se na dhe me fitu besimin të ta. A është puna kryesore. Atëre, ato asë mos i gjykoni, asë mos i vlerësoni pa i thonë ma. Me këta Trepsës, Ormon Razemi, Burhan Kavoja edhe Aziz Abroshi. Aziz Abroshi ma vonë. Se Azizin ka ndoshtë me rujt ta,
me mojt me met, mos me hinë burg. Se s'ka pasur një kurfon e trepsin, atë jo kom problemi, po Azizi, qashtu që ka thonë zote, Azizi ka thonë jo, kur shko ne o thonë, edhe futë dhaj, unë kom qenë masim kontakt me Lazar Krasniqin. Po, a beson ti, që asë një gjonë së thy, asë ki asë një parol, këtë Ferizaj ka qenë një parol Kosova Republik, edhe ajo qajo doli, edhe kush e ka thonë një thërë. Në natë, më kujtohet, në natë kushi, o mbyll një 30 ditë burg. A shef? S'ka pas, po ka qenë legale amrana. Po e ka kuptu i legale që nuk mund ndryshë na me jesë për para, po vetëm që të njërë. Por ato, këtë ngjarje kryesore, mas cilës kur bën edhe kjo intervenimi amerikane, mos harro se që ato ngjarje kanë pru rrugovën në kryet kësaj lëvizje. Sepse, ajo, në fakt, filozofia e organizimit të ngjarjeve të nëntorit, domethënë 89, është filozofia dominuese politike si Ibrahim Rrugovës, për bashkimi. Normalisht. Sepse kjo ka qenë një filozofi që është provu, domethënë për jetën. Provu dhe ka rezultuar sukses, me tash që problem pushteti është shumë e habitshme qysh, domethënë një pushtet ka mujt atër me nxjerr 800.000 veta, domethënë që 2/3 e banorëve të Kosovës. Kretat atjerë që janë solidarizuar me zëtor. A kishmujt sot për shembull Albin Kurti me nxjerr 800.000 veta ndryshe? Nuk e di, 800.000 a mund nxjerr vetë gjysmën e nxjerr, 50% po e nxjerr. Tani, po më intereson edhe diçka sa i përket ti e tha që më shumë ke qenë i angazhuar me Lazar Krasniqin, atë pjesën Azemi me Trepçën, me drejtor Trepsës, me organet të mbrëmshme. A ka dhe dikush që vlen me përmend që është angazhuar në këtë organizim, domethënë të bimit të autonomshit, të greves minatorëve, po që i ka shpëtuar pushtetit e nuk u fut në burg, ne? Po nuk e di ako, domethënë kryetarët e komunave një pjesë e madhe që nuk kanë për burgje. O kanë Abdyl Krasniqi, Besali Qut, Krasniqi, Suarekës. Kanë qenë plot. Qëre, me zmendim, a ditë sa po du me të regu veç një gjonë. Edhe ndoshta të krymë misione se keme ordet e fundi. Ato ngjarje kanë fillu me një organizim në nivel më të lartë. Do me thonë, tu fillu për organeve shtetore. A din që policia jonë ka qenë, policia jonë speciale ka qenë jo të në Vëbërta, po këtu, të Prishtinë, ofër Prishtinët, ku e ka Të Mërdorë? Bezet Pacoli, ku e ka shpo. Po, në Vali. Në Vali. A din që komandonti njësi speciale konë Leka, në redin e Pishi. Këm kanë kopë mu më që në kra, sa dasha me qunë në Borë Rame se uftofshin njerët para Komitetit Krajnor, a im ka dorë për para, ka thonë lëshone edhe shkoni mas ti, ku ju qënë? Jo afrovon se njofshë. Tha, shka do me thonë të i shkoni mas ti? Tha, shkoni edhe mos u frikoni se kush gjonë së në bonë. Policia e Kosovës ashtu i rujtë. Edhe për herë parë policia e Kosovës o konë me kalosha me Papovka. Dhe me thonë, nuk ka pos dame, ma vonë damet kanë fillu. Tani këta që pilypti për pushtet, u desh mu bëma e punë, erë Ramon Murina, erë që shërë me shantazhime ka orë dhaje po të garantoj që zdush, ka informatat saktat që në shashtu, po tash njeri kur mashtron në herë, e mashtron publin, atëherë është pak problematike mu rehabilitu. Po historina të tregon punë të veta, në ti merë ketë një ka një. Ko sa dush material. Edhe kemi sa dush intelektuarve? Qarë. Që ku ndëruar, është kjo biseda me Ekrem Arifin, njën për akterve kryesor politikë të Kosovës të viteve të 80-ta, ku mundu me të regu, me thonë argumente se si u rënu autonomia Kosovës, cilat ishin përpjekjet për ta mbrojtur atë, dhe ku Ekremi si një akter i atyre ngjarjeve që
ka bërë përpjekjet maksimale për të ruajtur këtë autonomi, ka përfunduar në burg bashkë me Azër Vllasën dhe të tjerët, dhe shpresojmë që kjo mësim, domethënë sepse pse mësohet historia, pse mësohet e kaluara, që të mos përsëritet, që duhet fakti që ne sot jemi një shtet i pavarur dhe sovran, është një emrime e madhe, e cila duhet ruhet si sytë e ballit. Ashtu siç është humb autonomia në një moment të caktuar, mund të humbet edhe pavarësia, por që duhet me e bo sytë katër edhe me mbrojt ato dhe mos me përsërit gabimet e skaluarës, mos me bo ato çfarë ka qenë keq në kaluarën, po me marrë shembull për atyre që kanë bërë sakrificat maksimale për me mbrojt atë dhe kësaj me mbrojt edhe pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës si sytë e ballit. Ju falenderoj për vëmendje, mirupafshim dhe dëgjofshim herave tjera. Faleminderit.